ata sy që më prisni në çdo çast, në çdo moment. Ky këshill ndrikullash, Gjesi thashë do të surprizoja me këtë këngë. Pa më pëlqeu. Sepse 2025 was all about Ylli Baka, 2026 tash all about Aleksandr Gjoka. A kemi vendosur. Të lutem, nëse Sandër Gjoka s'po e them, por është fantastik. Ço do të thoja me atë Do s'po e thashë them? nëse do ishte më i ri, po. Nuk është i ri. Nuk është i ri. Jo. Ke nipin. O, kjo dhe Available. që uno me nip të del mirë. Po unë dua atë. Atë, origjinali. Ec aty. Nuk e di Eca ty. episodin e kaluar, po mua më kishin munguar mbledhjet tona këtë pauzën që bëm në fillimin e janarit. Kishte marrë malli. Pam. E kështë marrë malli ne, po të gocave që na ndjekin, se na kanë ardhur me një lumë historish, që zoti madh. kemi, mendoj deri në qershor, kemi mjaftuar shumë histori. Domethënë derisa të mbyllet ky sezon, ne duhet i përzgjedhim pak se ju keni dërguar aq shumë halle, aq shumë situata, aq shumë probleme, sa që jemi ulur dje dhe kemi bërë një listë të gjatë me gjëra se çfarë do flasim më përpara. Unë kam heq dorë nga varet këtë vit. Jo. Me aq shumë ndodhi dhe gjëra që kam marrë vesh nga meshkujt të tjerëve. Vazhdojnë, nuk është kam pas ndonjë aventurë të madhe. Jo, janë të shpifur për zotin. E vërtet, shumë e vërtet. Edhe sa sezone na duhen në pamanual që të dalim në konkluzionin që meshkujt janë derra dhe të shpifur. Nuk e di. Mendoj që do vim me një ultimatum ku ta shohësh në një episod të treja me një bluzë me janë derra, aty është kulmi, aty është fundi. Duhet jetë, ai duhet merch, do jeni dakord që ne të bëjmë një merch me meshkujt janë derra dhe ju ta vishni dhe ta promovoni në gjithë Kudo në për Tiranë, po kudo ndodhen. Kudo ndodhen. Nuk e tham pak si dukemi sot. Se dukemi bukur. Dukemi bukur. Siç jemi dukur gjithë këto kohë e fundit. Me Igli sot duket kështu sikur nuk pi fare alkool, cigare, nuk del fare darkave, fundjavave. Jam një femër e devotshme, djalin tuaj e dua për seriozisht. Okej. Planifikoj të rri mbyllur në kuzhinë, Do rish dhe me vjerrën në shtëpi besoj. Shiko, po, nëse jam i trophy wife, jo, domethënë do të ketë. Në të gjitha rastet ky fustan vërtet unë dua të rri me vjerë. E vërtet. Unë dua vjerën time. Ky fustan vërtet burri im është bilioner dhe unë thjesht jetoj dhe marr frym. Yes. Ndërsa unë sot jam veshur kështu si një vajzë kolegji, që kolegji kanë qenë gjithmonë ti sot je pronarja një jahti nga ato të Amerikës me 7 kate. Edhe kjo është. Zoti të bekoft, fjala jote në vesh të Zotit dhe kam 300 apartamente, nëse doni mund të fash shpërndaj. Why not? Po shumë bukur, kështu vajzë rich e pastër, po edhe kështu me një glow shumë e ëmbël, e pastër, feminine. Jo, absolutisht jo. Sa ti dukesh seksi si gjithmonë. A mund ta them ku dukesh ti? Thuaje. Nëse unë jam në dasëm dhe ato më pyesin derisa vdekja t'ju ndaj, jeni dakord? Ti hyn dhe thua unë jam vdekja. Domethënë, ky fustan edhe unë do e leja burrin, jo më ai mua në aty ku do ishim. Ma tha me stil që jam dashnorja, okay? Okej, Migli. Jo, nuk jam do jem. Bëj shaka. Thënë të gjitha këto, faleminderit Azurt për veshjet tona amazing, që na ke veshur gjithë dhjetorin, edhe nuk e di nëse vazhdon akoma ulja, po besoj se po t'i thoni jemi nga gocat e pamanualit. Do e bëj një ulje. E bëj një ulje, patjetër. Ç'a kemi sot tani? Sot është një histori që më duk si pak e dëgjuar, me thënë drejtë. Jo, ajo historia që ne do lexojmë sot, unë mendoj që 1 në 2 goca e gjejnë veten. E vërtet. Absolutisht. Domethënë më lini ta lexoj dhe jam e sigurt që do gjeni historinë tënde dhe të shoqes tënde të ngushtë. Do të kishim marrë alkool për premiun Balajtiz. Po vërtet, po hajde. Se kjo historia këtu ma sjell, këtu. Goca si jeni? Këtë fundjavë më ndodhi diçka që dua ta ndaj me ju patjetër. Kam qenë në një situationship për 4 muaj me një djalë. Pas 4 muajsh çdo gjë u mbyll sepse unë doja diçka serioze dhe ai donte ta merrte shumë më avash se ç'duhet, ose ndoshta nuk donte gjë fare. Në momentin që u mbyll me respekt nga të dyja palët, mendoj dhe thjesht unë mendova që nuk eci dhe kaq. Gjatë gjithë kësaj kohe ishim akoma në rrjetet sociale dhe një ditë hasemi në klub. Shihemi disa herë gjatë natës dhe kishim eye contact të vazhdueshëm. Derisa një moment ai merr në tavolinën e tij dhe një vajzë tjetër. Dhe vazhdon kërcen me të. Edhe pse ishte me atë, gjatë gjithë kohës vazhdonte të më shite. Dhe në një moment i them me sy që të vazhdoj me atë që ka në krah.
Një sekond tani. Me gjithë respektin. Si thua me sy dikujt, vazhdo, e një fjali kaq e gjatë, vazhdo ma të që ke në krah. Po ja, shfe, domethënë, Pa dur, vetëm me sy. bën sens? Bëj pak gjithë. Me sy ja them. Kjo është mami im kur Kjo është mami im kur mua më pyesin mysafirët nëse më hahet buk dhe më thonë që stahet. Tu është fiksa ashtu ai moment. Vajza e kupton që kishte diçka dhe pas disa ditësh më shkrua në Instagram, mos u merr më me të dashurin tim ose do t'i kesh keq punët. Sqarohemi dhe ajo më thotë se ata kishin më shumë se 1 vit on and off. Dhe ndërkohë, në muajin e parë që më kishte shkruar mua, ai kishte qenë duke dalë dhe duke u takuar dhe me atë tjetrën. U trondita dhe u ndjeva shumë keq për veten time për të gjithë kohën e çuar dëm me një njerëz të tillë, por nuk doja as të shkruaja atij djalit dhe as ta sqaroja me të sepse un kisha kohë që e kisha mbyllur dhe për mua nuk ishte më vlerë asnjë sqarim dhe kërkesë llogarie. Ajo u shpreh acaruar se ai mund ta kishte mbajtur të dyjave njëkohësisht dhe se si mund ta çonte atë gocën në gjendjen që kjo të zihej me një vajzë tjetër për një mashkull. Një feshku. Ajo u shpreh acaruar se si ai mund na kishte mbajtur të dyjave njëkohësisht, se si ai mund ta çonte atë në gjendjen që ajo të zihej me një gocë dhe më tha se do të përballej me të dhe do mbyllte përfundimisht muhabetin. Duke qenë se unë e kisha mbyllur si kapitull dhe s'doja të dilja më e keqja pas asaj nate, i thash që ta bënte si ta ndjente dhe që ishte okay për mua dhe nëse do vazhdonte ajo me të. Gjatë gjithë bisedës me vajzën, u tregova shumë e sinqert sepse mendova që unë isha një ndër 3 mujorëshet gjatë një viti që ata kishin qenë on and off. Si goca gocës, i tregova çdo gjë. Pas disa ditësh shoh rastësisht që ajo më kishte bërë blok, ndërsa ai më kishte akoma follow. Mua nuk më intereson fare për asnjërin prej tyre, me thënë të drejtën, por jam shumë kurioze të di çfarë mendoni që mund të ketë ndodhur që u ndola përsëri e keqja e asaj situate. PS ai ishte binjakët. Ja, pra, nuk ka. Ta kishte thënë që fillim si mendon. Faleminderit. Si mendon. Se u lodhëm duke dëgjuar një histori, është binjakët, kaq. Megli? Unë nuk Lërë të marrë veten, lërë të marrë veten. Po. Por se nuk kam asë. Nuk kam zë, po me sa men. Merresh me një mashkull binjak. Po qa me sy moj motor. Me sy mos i flisje fare. Po ai 3-4 i merte aty në tavolinë dhe i thonte, ua, kushurira, gruaja shokut, filanja. Po, Komshia. Po ti budallaqe, menon me vërtet se kam ndaj gjë me këtë unë. O pereni, më thashë do i marr binjakën 2026, do i marr një shplaj. Megli duke i bërtitur vetes vet para pasqyrës përpara disa vitesh. Unë mendoj që këta e kanë diskutuar këtë si muhabet. Ajo i ka çuar gjitha screenshotet që ka folur me këtë gocën. Ose vën diskutim përderisa ajo ka bërë blok. Po përderisa dhe më habit fakti që duke qenë se kjo gocë ka bërë blok më përpara. Ai çuni më vonë. Ka qenë një periudhë kohe që ajo e ka menduar dhe ajo i ka thënë që hiqe, futi blok, hiqe nga aty. A mendoni që ai ka prapë për turp shumë pak. Ai ka thënë, o zemra ime, ajo është e smur, ajo më përndje, ajo vjen mbrapa meje në çdo klub. Ajo vjen aty vetëm për mua. Ajo vjen aty vetëm për mua, është e smur. Nuk më beson ti mua, a do ta heq fare? Po, i ka thënë ajo. Është fiksa ai momenti që ai të manipulon deri në atë pikë, saqë të thot pasi të ka bërë brainwash edhe të ka bërë shplarje truri, thot, a do ta heq tani me se kam problem hiç, ta heq tash nga followers nga Instagrami. Dhe forta është që këta nuk kishin qenë as në një lidhje, pra është situationship on and off, nuk kanë qenë asnjëherë tamam për njëri tjetrin aty. Dhe ju e dini për çfarë? Unë ka bërë 20 të dëgjuar në këtë pikë. Ju e dini për çfarë morëm ne këtë, domethënë letrën si referencë për temën e sotme. Nëse lexonet e letra, ajo goca thot, si goca gocës. Kjo është tema e sotme. Si goca gocës. Si goca gocës, një vajzë ty të vjen dhe të thot, pash të dashurin tënd diku, ose më thanë që i dashuri jot kishte bërë këtë gjë. Si reagon ti? Pra, pse ne gocat kemi këtë tendencë që të mos i besojmë një gocë tjetër dhe qorrazit i besojmë këtij çuni me cilin jemi të lidhur? Pak e vështirë është në fakt kjo si pyetje. A ju ka ndodhur ndonjëherë në rast? Paka shumë, si rastin në fjalë. Por, unë mendoj që nëse do vi një gocë, edhe nëse është apo jo shoqja ime, dhe do më thotë që i dashuri jot kështu, këtu është problemi, fakti që ka ardhur. Nuk ka rëndësi e ka kapur në krevat, problem për dashurin time, kupton? Se ka një gjë që nuk shkon.
Në çdo rast ka një arsye sepse po vjen dhe mama thot mua këtë gjën. Si ka ardhur keq për mua, kam qenë unë në sytë e saj si për mëshirë, që ka parë dashurin tim me dikë tjetër, ka ngacmuar ai përpara, i ka dhënë ai një shkas, qoftë edhe një shikim dhe ajo ka bërë, ka hiperbolizuar të gjën si ngacmim ose si mesazh ose gjë më shumë, pra mendoj që qoftë edhe gjë më e vogël e ka fajin ai djali. Mendoj që ai e ka dhënë një shkas, e ka ndesur një shkëndi që ajo të ketë hapësirë që të vite unë të thotë gjërat. Unë nuk e di, po unë mendoj që në këto raste nuk merresh fare me vajzën, merresh me dashurin tënd. E vërtet. Tani, nëse kjo goca ti e ke shoqe, unë do t'i besoj, se Po, sa do thoja që varet sa shoqe e ke. nëse do më thoshte dikush që nuk e kam shoqe, ndoshta do prisja të mblidhja fakte, nuk mund t'i shkoja ti thoj, më tha filania se e dim ku po jetojmë dhe çfarë meshkush kemi. Mund thjesht të zhduket si muhabet dhe del pas shumë vitesh që ishte e vërtet. Thjesht duhet të fleni me një sy hap, më vjen shumë keq, kjo është jeta. Mos i besoni askujt. Ka ndodhur ndonjëherë në histori ngjashme për shembull me si goca gocës? Mua më ka ndodhur, po ja kam thënë unë dikujt, unë kam pas një shoqe shumë të mirë, edhe ajo ka qenë e lidhur. Aso kohë unë kam qenë on and off me partnerin tim që kisha dhe kam pas probleme familjare. Tani, unë isha, kjo ikën në shtëpi dhe partneri kësaj rrin me ne në një fest. Dhe unë tani shkoj në tualet, shikoj partnerin e kësaj që del nga banja me një gocë. Really? Dhe ky fshin buzët. Dhe ishe me xixa në fytyrë. Dhe unë ngela, ai ngeli më shumë se unë, ngelëm të dy. U pat kur ai doli nga tualeti. Po, unë bëj për banjo dhe ti them dit, është ajo mendi, dhe ti do t'ikësh majtas, ai majtas, ti edhe i e kështu. Edhe tani kthehem, të njëjtën skenë kishin parë të shokët tanë. Kjo kur i fliste, donte t'i fliste në vesh, i fliste kështu, gjys buze, ju afronte në fytyrë. Tani ne kishim parë këto gjeste dhe e pam edhe momenti final. Ky çuni ishte me shoqërinë tuaj që ishit shoqëri e përbashkët me shoqen tënde. Dhe në ata ambient guxonte që të ishte kaq i afërt me një vajzë tjetër, pa marrë parasysh që ju ishit shoqëria e dashur si ti. Shtynte kështu. Ajo kishte pirë. Po, ky mbante një lloj distance. Të nesërmen tani unë ulem me shoqërinë tonë dhe këtu tani thanë si do ja themi, duhet ja themi. Thash unë ja kam thënë, mos maqë barku, mira keq. Si isha shumë e shqetësuar, se më zente gjumi. Dhe unë ja them, ja qendis një mesazh të gjatë. Ja the me mesazh, nuk ja the live. Me mesazh se si ishte ajo. Dhe ajo më thot, një moment thot se jam me mamin. Dhe mund të ka ardhur mami, jo tha mamin e partnerit. Edhe që këtu ky muhabeti u zhduk dhe nuk u mor fare për bazë. Sa para si sa shoqë ishim ne, çfarë muhabeti unë i thash asaj, në mendjen e asaj unë isha xheloze për marrëdhënien e asaj dhe që ajo bashkëtonte me familjarët e tij bla bla bla. Fal, realisht pas mesazhit që ti i çove nuk pati asnjë reagimi? Asnjë replikë, asnjë pyetje. Diskutova, s'është ashtu siç mendon ti, tha, ka qenë Okej. Diskutimi ka qenë, o shpirti ishte e pirë ajo. Ishte e pirë, më njëzë mua më ngacmonte. Unë në banjo, apo derën e shtyva. E pasha ty, po. Ja, pra, po këtë po thoja unë shpar që ç'a ndodh në mendjen e këtyre gocave që ti realisht një gocë të vjen, sidoqë të jetë, ajo mund të jetë e gënjeshtërt. Si ka mundësi që ty nuk të ngrihet asnjë pikë dyshimi sa që ti qorrazi vendos të besosh të dashurin tënd, partnerin tënd. Një mashkull që ka një vegël që i punon ose më shumë se ç'duhet. Po, shiko, se as nuk jam dakord. As nuk jam dakord që të bëhesh paranojake, sepse një gocë ty mund të vi me qëllime të ndryshme, por rasti Meglit është pak ndryshe se janë shoqe. Ç'a ndodh? Po se unë nuk mendoj, unë flej gjumë tani në darkë, zgjohem në mëngjes, them, çfarë po bën Blerta sot? Unë sot do të them Blerta është zgjuar mirë sot, po sikur unë të krijoj një histori te mendja ime me detaje që Blertën ta mërzisë, kush mund ta bëjë një gjë të tillë. Aq më keq dikush e quan shoqe. Jo, unë mendoj që ka goca që mund ta bëjnë, por jo në rastin tënd që ti je ke qenë shoqe, nuk e dia e ngushtë, po ke qenë shoqe e mirë. Po pse mendoni që mund ta bëjë një femër të zgjohet një ditë dhe thjesht të trillë? Nëse ka një femër tjetër që do atë që ke ti, patjetër që mendoj që mund ta bëj. Mos harroni që armikja më e madhe një femër është një femër tjetër. Sa do e thoja. Janë këto rastesh, po janë edhe rastet që unë mendoj që gabimi i vetëm i Meglit ka qenë që është marrë me një shoqe që në opinionin tim nuk ka qenë mjaftueshëm inteligjente
qoftë emocionalisht, qoftë psikologjikisht, për të shqyrtuar situatën tamam. Sepse unë mendoj që ka goca që në momentin që gjejnë një të dashur dhe fokusohen mas atij, lën pas shoqërinë, shoqë harrojnë çdo gjë dhe mendojnë që ai dashur është burimi kryesor i jetës së tyre dhe s'do të çofin me asgjë tjetër. Jetën e thati. Po, do mendoj që ky është rasti dhe nuk ka dashur të humbi të dashurin. Ka dashur të humbi një shoqe shumë të mirë. Dhe e ka pyetur atë, çka ke bërë mbrëm? Jo, po, kështu ashtu, mirë, okay, në rregull. Megli ka folur më. Domethënë që ky ndonjëherë është problemi i gocave, i gjithë. Jo ndonjëherë, unë mendoj që kryesisht është problemi i gocave, kur ty të vjen një gocë si goca gocës edhe po ka diçka që nuk shkon aty. A janë më bashkët kështu? Jo, ja, shikon? Si janë më bashkë. Domethënë në këtë rast ajo të humbi ty si shoqen e saj, humbi dhe atë që i falej. Si goca gocës. Si goca gocës, po. Interesante shumë. E një pas Elin pyete që a duhet ja them me vërtet unë këtë gjëna sa apo jo, se ti del gjithmonë e keqja në këtë pikë, domethënë ajo ka ca gocësh do të besojnë kur. Madje mund të thonë ti je xheloze, ka thënë se ti je xheloze për lidhjen time, e kupton? Sa e ka menduar se ka menduar ideja. Me ka menduar, po. Imagjino tani ti je lidhur edhe unë di që partneri jote të tradhton dhe merret vesh që ky ka një tradhti, merret vesh që unë e dija. Mendoj që nëse ti e ke shumë shoqe, ajo mund të deliroj, po mund të kthehet me këmbë në tokë dhe ta kuptoj të kërkoj falje. Në këtë rast ja ke bajt merrte një pyetje tani për Meglin. Megli, ju e dini që Benardin e ka njohur para meje. Mua më ka kolege, shoqe. E zëm se ti dole një ditë me Benardin që ishte duke u ngartruar me njërin. A do vjet ma thoje mua? Do vjet thoja aty, do ikja aty ku është Benardi me gjithë ato tjetrën. Jo, thuaj seriozisht, do shkoj vërtet? Te Benardi? Normal që po, nuk ka rëndësi kur unë dhe vllai mund të shkojnë nëse është i lidhur dhe ta fliq vllain tim. Bravo Megli. Bravo Megli. Standing ovation për Megli Haskaj. Dorë të rakene gjithë studioja. Plot 4. Edhe ka ekrani dorë të krasin për të Megli. Po, Benard Lazari Ruhu. Gjithmonë duhet të ngritur dyshimi ke dashuri. Sepse ai mund të ikë të vijë. Dhe merresh me të dashurin. Pa ti të duhet me vajzën, me të dashurin tënd. Shkoni thua asaj, në çfarë date nisi biseda? Pyet atë që ke në shtëpi. Ajo ato screenshotet ja çon gjithë shoqeve të vet, a bësh palaço, moj femër. Thën kjo. Ju dini që ne tek Asku Anonim na kanë ardhur ca histori. Ajo e para që do lexosh ti. Lexoj pak, lutem, dhe sa në kundërshtim mbie me këtë që sapo tham ne tani. Gjatë lidhjes sime kam qenë në një periudhë që isha on and off dhe ky normalisht mbante dikë tjetër on and off. Kur u fikja unë diste ajo. Shumë bukur kjo fjalia kur unë fikja unë diste ajo. Zonjusha tani ishte e lidhur për vete dhe mbante këtë djalin sa për ashtu. Dhe një ditë e bukur vjen tek unë me Instagram fake dhe më çon mua një foto. Dhe te kjo fotoja ishte ky djali duke kërcyer me një vajzë dhe shkruan filan festeku dhe dashura. Dhe aty ishte edhe mami dhe babi i këtij çunit, të dashurit saj gocës domethënë. Okay. E pyet zotrin, më thotë kushërira, bëra të gjitha kërkimet e mia dhe doli që ishte me vërtet kushërira. Kësaj tipes, tek akaunti fake i çoi follow dhe çdo shok kishte veten ndjekëse. E kuptova që kishte diçka mes tyre të dyve, sepse kjo ishte komshi me këtë djalin dhe si budallaqe ma plas në sy që ka një lidhje on and off. Për të larguar këtë tipen, i them që jam mbesa një prokurori, që mos të regonte ati që e dia unë, dhe të largoja ajo. Për ndryshe të tregoja që ky dhe burri i saj merre me drogë. Dhe asa ajo s'do shpëtonte paq, asa ai. Dhe larguam në fund, më pas e mbajta të tipin vetëm për 3 ditë ose 4, sa për të nxjerrë natin që më hante për brenda. Okej. Pra morali është që mos u merrni me dy njëkohësisht, se ngeli pa gjë. Shumë e ngatruar. Mund të jenë derra, mund të jenë çfarë duan. Po femra. Kur do. Po femra. Fut shejtani në shishe. Është një thëngjilli mbuluar që ta merr nga. Po është edhe lidhur për vete. Të shkatërron, të lëmë skatër rrugëve, mos ngresh më kokë. Shumë interesante është dhe kjo tjetrat. Flisja me një djalë, ishim takuar 2-3 herë dhe ishte një ditë në Instagramin tim, më vjen një mesazh nga një gocë ku më shkruan: "Si je? Doja të flisja pak me ty, po nëse ke mundësi të më japësh numrin ose më merr ti te numri im." Dhe kishte lënë numrin. Padyshim që unë e mora direkt. E marr në telefon dhe më thotë që ti dhe shoqja ime flisni me të njëjtin djalë. Dhe më sqaron të gjithë marrëdhënien e tyre. Ata kishin diku tek 6 muaj që flisnin, po me këtë gocë nuk e linin të shtëpisë të dilte shumë dhe nuk ishin takuar shumë shpesh. Por ishin gati për të lidhur dhe kishin kaluar dhe në intimitet.
Unë një muaj kisha që flisja e shkreta, por nuk kisha kuptuar gjë. Dhe i them, do na lësh një vend takimi nesër, ishte darkë kur folëm. Dhe i sqarojmë live të gjithë më mirë. U takuam të nesërmen të treja, unë, kjo goca dhe shoqja e vet. Kjo më sqaron se si e kishte marrë vesh për mua. Ky sigurisht ja kishte mohuar. Dhe kështu kishin vendosur të më shkruanin mua për ta vërtetuar, pra të dyja shoqet me njëra tjetrën. Unë i dhash të gjitha bisedat, urdhroj, thash, lexoj. Tani kjo donte ta mbyllte muhabetin në moment, por jo, se mendjes time djallëzore i lindi një ide. I thash t'i shkruajmë të dyja për herë për ta takuar dhe ta shohim se si do reagoj ky çuni. I shkruajmë të dyja normalisht, sikur nuk ishte ndodhur asgjë, dhe ky kësaj nuk po ja sillte mbar, mua më tha, "Okej, më thuaj ku të vi dhe kur." Ja lash okej për një 2-3 orë më vonë dhe shkuam bashkë të treja. I futëm një drek, pastaj u ula vetëm me këtë gocën në kafe në blok. Tani, ky e dinte që do vinte të më takonte vetëm mua. Ja them ku jam, i thash po ulem para se kam arritur dhe mbas 20 minutash, ky hyn në lokal dhe na shef të dyjave dhe kthehet mbrapa, del nga lokali. Rrit 2 minuta jashtë, futet prap dhe bën një super sken, fillon u lëret, u bët juve të tallini me mua, kush jeni ju? Kaloi fazë dhe asnjë lloj reagimi thot nga ne, madje po qeshti me të madhe. Dhe ai iku me bishtin ndërshal, na bëri blok të dyjave dhe unë sot e kësaj dite jam shoqe shumë e mirë me këtë vajzën dhe takohemi çdo ditë gati dhe pse kanë kaluar 5 vite. Iku 3 këmbshi. Tani moj motor se ishte pak e gjatë, po ju e kuptuat thelbin. Nëse e rëndësishme është që të dyja kanë qenë të dyja me tru në kokë, shumë të zgjuara në një mendje, me këmbë në tokë me tru në kokë të dyja, sepse ai mund të manipuluar prapë njërin prej tyre të dyjave dhe jo po. Po jo, se kjo është e bukur kur ti nuk shkon te mashkulli direkt, po takohesh me gocën, se mashkulli ta ndron. Kjo historia e parë, kishte folur me gocën një herë fillim, po. Driti gjë prapë. Unë do doja të kisha paguar lek të shija këtë shfaqje, se ajo thotë që ka kaluar dhe bëri sken shumë të madhe dhe ka filluar të bërtasin mes lokalit. Po sa budalla, si më manipuloni ju mua, tallni me mua. Gjaj ka hyrë. Ka bën një herë kështu. Ka dalë. Ka hyrë prap. Pastaj ka shkuar. Mos ishte për takimin e këtyre të dyjave, imagjino që këta i mbajnë për një kohë gjatë derisa këta bindin që shikoj se këtë nuk e dua më, njërin ose tjetrën, nuk ka rëndësi. Mo i mbajnë edhe pas lidhjes martesës. Shikoni filmin The Other Woman me Cameron Diaz. The Other Woman. Kaq. Do kalojmë në të situata shumë të lezetshme, që do vihemi të treja ne në mëdyshje se kush është më keq, kush më e keqja e kësaj situatës për shembull. S'na dha ca situata të mira, mi të zgjedhim midis të mirave. Pyetja e parë. Më keq të thot një gocë që e ke inat, që i dashurit po të tradhton, apo ta shohësh tradhtin me sytë e tu? Ha Blerta, s'ke Blerta. Më keq është ta shohësh me sytë e tua, do ta kesh gjithë jetën tënde, sa herë të mbyllër syt do shohësh atë tu put me një tjetër. Por mos thënë gjëra të tjera, të varet në çfarë prizmi e kap. Ajo goca tjetër që ty të ka inat, imagjino po të shkruan ty dhe po kënaq egon e saj keq. Është aur me shitë veta, mirë. Po, bravo. Ka bërë kështu. Lola. Shkruan ty, absolutisht më mirë ta kap vetë ta var prej gjuhë. Se sa të më vjesh më ka inat. Unë jam marrë mesazhet asaj, postoj vetë në TikTok, në Instagram, i poston ti. Ose po më të kënaqesh egon është shumë e tmerrshme ta shohësh me sytë tu një person që ke ndarë vetëm jetën dhe e shef tu put me një femër tjetër tu langaros në tavolinë. Nëse ajo ta thot këtë. Bebuzi ime. A kupton? Pa ty të vi më shumë inate, kupton, ndërsa kur ta thotë tjetra thua, mirë që u tall me mua mirë u kënaq, po prapë të imagjinosh ta thim. Mendoj që kjo është çështje ego, kështu të dhëmb më shumë kur e shef me sy. Më keq mesazh si goca gocës, apo kur ai të thotë vet, më ngacmoj njëra mbrëm. Ngacmoj njëra mbrëm. Po, shife se këtu mund të manipulim. Ai mund thotë që më ngacmoj njëra mbrëm, po edhe kjo mund të mua më duket sikur ai do ma thonte se do t'i bëte qefin vetes me më xheloze ose do mirë asnjëherë. Ngacmoj njëra mbrëm, mirë. Mirë. Ha u knaqe. Jo, më keq është të ta thot një gocë. Më keq është. Po, është kjo që thot Megli, po të erdhi ai vetë dhe do thuash, se po i lezeton këti që do t'jetë akoma një. Shkreti, mendon që është akoma në treg. Po pra, ai mund të manipuluar ty kur ta thotë gjën. Po të më manipulojë të bëhet më mirë ai se sa ajo tjetra. Okej. Do e shoh vjerë, do të shoh nga koka që kam, do i them
Shanset mund t'jenë. Kanë qenë më shumë, po mund t'jenë akoma. Mirë, shpirt. Vazhdo programin. Është një kështu që ti se beson as vetë që e ka smuar, e kupton? Ti sa mirë, domethënë nëse të lë pas ka shpresa për ti. Po tallemi Blerta. Po tallemi qartas ju me Xhezin. Qartas si me të lidhura asnjëra. Atëherë tjetra. Më keq të shkruaj vajza që po tradhton apo një shoqe e saj? Një shoqe. Pra vajza që po tradhton ai apo shoqja e saj që po tradhton? Një shoqe. Asaj vjen shoqes, ajo tradhton shoqen e vet, i vjen aq keq për mua sa ma thot mua që shoqja ime po flet me dashurin tat. Ma dha i herë mas koke, ma bëj dhe herë këtë pyetje? Atëherë. Më keq të shkruaj vajza që ai po tradhton apo shoqja e saj? Se duhet zgjedhësh midis këtyre, mor, s'do çaj këto zgjedhje. Kena gjë më të mirë me bës. A është më keq të marrësh vesh tradhtin nga një gocë që të kërkon falje, që ka qenë pjesë e saj, apo nga njëra që thot unë e bëra detyrën time? Wow. Kësaj që thot unë e bëra detyrën time, më falni se nuk do jem një gocash, po do t'ja kapja herë për flokësh. Po pse? Po ç'është kjo? Unë e bëra detyrën time. Nëse vjen me prepotencë kjo gjëja, unë po ta them. Jo, në sensin që unë e bëra detyrën time, ke bërë mjaftueshëm një herë përveç detyrës tënde, se ke bërë dhe atë bandillin. E ke mbaruar detyrën time. Ke bërë mjaftueshëm në këtë marrëdhënie. Është mungesë respekti. E mënyra se të vjen, po e vërtet. Asaj do vitor që po më shkruan, jo të më shkruajmë unë e bëra detyrën time. Clear. E ka pasur nësisin që për të dashurin imagjinar. Si kupton? E ka pasur nësisin që e bëra detyrën time që të thash të lajmërova. Mirë, okay. Më keq që të vi një bisedë screenshot si goca gocës, apo të kesh telefonin e tij të shohësh çdo gjë me sytë tu vetë. O Allah, moj Xhesiana Muka, ku i keni gjetur? Ku i keni gjetur këto opsione? Kemi bërë vetë me dashurinë. Unë them, vetë kemi bërë me këto duar, me këto tru. Tash më keq unë mendoj që është ta shohësh telefonin. Po jo moj të vi biseda nga telefonin. Blerta do hysh që kur ai ka thënë ç'këm. Sa e bukur dukesh që mbrëm, do të bëj një xhiro makinë të ta rregulloj Terezin. Dhe ndërkohë ti do pyesësh veten, pas çdo mesazhi, çka ke qenë duke bërë tjetër momente që ai ka shkruar asaj. Kapi aritmia. Dhe a ka qenë të një moment që ka thënë o zemra ime, o shpirti im. Jo, ka qenë nga këtë moment kur ti ke thënë, po më dhëm koka sot Blerja, pa zotin merr frymës zë të lartë. Ai ka thënë, merr frymës zë të lartë. Okej, E shikon? Pas çdo mesazhi do pyesësh veten çfarë kam qenë duke bërë me këtë tipin. Shikon, nuk është fare problemi te ju, është te ai. Ti mund ke qenë dhe tu hangër çamçakiz me goja për qeftat dhe i ke thënë mos merr frymë, u zhduk fli në divan, prap s'ka drejtë të flasë me tjera. Se tani ne jemi të lidhur apo na e çoni? Prit mos u anko se ke të fundit që është mbi tort. Po më jem mbas qafej, nuk mund zihesh me dashurin se të mendosh që do shkoj në një tjetër. Jo. Okej. Po këtë do më the? Jo, pra unë thash nuk është kur problemi te. Okej, vazhdo me tjetrën të fundit. Me këtë do kënaqesh deri në fund. Më keq të marrësh vesh të ka tradhtuar apo të sillin mesazhe si goca gocës që e ka injoruar ato çunin gjatë gjithë kohës. Gjatë gjithë kohës e ka injoruar. Veshim ka tradhtuar se sa të shoh që ai i ka bë follow kjo si ka kthy. Nuk e do kjo, pse unë e dua ma vri. Jo, ai ka çuar follow, kjo sa ka kthyer, i ka çu prap, i ka shkruajt disa herë, e kupton? Se bën si e vështirë. I ka shut sa e bukur që nga po dalin bashkë, 100 gjëra të tjera. Ajo ka tall lesh, ajo ka tallur me atë, dhe pastaj ti çon, pasi është tallur me atë masivisht, ti çon ty. Dhe si thua, lit pyetja. Kjo se dashka, ç'pun ka mu me këtë? Pse ka mu këtë këtu? Analize nga Baba Ramo, o zot. Pse ka mu këtë këtu? E kupton. Pastaj hynja sheftit kë ka follow goca që se kanë follow back. O zot se do asnjë, pse e ka mu në shtëpi? Ç'a bëjnë? O çuna, nëse ka një çun që po e shef është shumë e bukur kjo që sapo bëni tani. Nëse ka një çun që po e ndjek pa manualin, ky është procesi të menduar që bëjnë gocat kur janë me njëra tjetrën. Se sa bëjnë gocat si ja mbushin mendjen shoqja si ja. Dhe lulut me njëra. O zemra, këto mendojnë se na bëjnë follow dhe ne do ja pranojmë. Hapet following list. Ka siç kanë femrat blind 7-7-ra, ky mund të ketë Samantha Caravello. E hap Samantha se ka follow back.
E kupton më thënë. Ky ndërkohë. Po jo, e rasti. zëm se di mbi si e mirë. Ky ka bë like të gjitha fotot, ajo se ka as follow, i E kupton, i dëshpëruar për vëmendje, ti ti pyet. del për dark me këtë. Okay, we know. Edhe del për darkë me këtë, ajo është aty, edhe thotë ja këtë, ky langaraqi. Ky që më ka shkruar më që na ka thënë që ka lidhi shkreti dhe na ngelin. E pas ka gjetë një. Po tani më falni ju mua se të bukur se doni se ju angacmojnë. Më pak të bukur mirë të se doni se ti shkoj ti jarga vitet dhe mos ta angacmoj. Ua, mbajnë shnim këtë që t'ua kujtojmë gocave kur ketë në një episod tjetër. Ky quhet venting. Kjo ishte është e bukur kjo. Të çlirosh nervat në rast imagjinare. Kishin goxha për të thënë gocat, luan ata që i shohin. Luan ata që janë të lidhura, edhe jo, se me këtë që thatë ju, ne që jemi të lidhura, po na vërçon koka mrapa këtu se imagjino tash këtu. Po sikur. Vlerta sot në shtëpi, jam lodhur shumë sot, jam shumë, hajde dalim. Jam shumë mirë. Do dalim. Zemër do bëjmë se po. Një këshill përfundim për gocat? Do vazhdojmë me të njëjtën këshill që kishim në 2025 apo do ndrojmë? Ja, një këshill që dëmë ju për këtë goca gocës, e kupton? Goca gocës, pavarësisht çdo mesazhi që mund të merrni, nuk jeni ju kur probleme për Zotin. Për Zotin. Kanë probleme me veten këta lloj njerëzish. Thjesht merru me mashkullin që keni në shtrat dhe jo me femën e huaj që është jashtë. Unë nuk mund të flas mbi Menglin tani me këtë që thaj për mbledh të gjitha. Unë do të më diçka që përveç asaj se ajo është në fund është përmbyllja, që është jam bitort, përveç asaj, do të them që nëse ka goca që ju shkruajnë dhe ju tregojnë gjëra, dhe janë tregojnë të sinqerta mbi të gjitha, besojini dhe ndonjëherë mendoni që gocës mund të jetë diçka e bukur, edhe thjesht diku që ju ka inat dhe u rren se keni më të bukurin e dheut në krah. Por mos e besoni plotësisht. Jo plotësisht, në asnjë mënyrë as shumë as gocës, por besoni dhe kontrolloni. Dhe pas të keni besuar dhe kontrolluar, me mend në kokë dhe këmbë në tokë, ose jo atë vendoseni ju pastaj. Ma ju puthimi për qafoj. Në episodin e radhës, subscribe, bëni subscribe, follow në Instagram. Dhe na ndëgjoni në Spotify. Po. Shpërndajeni pa manualin me njerëzit që doni që të iluminoni, mos harroni, sepse na duhen njerëz të rinj në pa manual. Po, histori të reja. Përshëndetje të reja. Ju dua. Jemi me ju. Ju duam, bye natën. Ándale.